ky konflikt nuk mund të zërohet matutje sepse distanca mes dy vendeve mund të përshkallëzohet edhe matutje në mes tyre dy vendeve, po jo edhe më gjerë. Unë nuk mendoj që rrezikohet një vend tjetër. Ky konflikt, unë nuk pres që kjo luftë të zgjasë shumë. Lufta mes Izraelit dhe Iranit ka qenë e pritshme, jo vetëm tash, por edhe në të kaluarën, sepse vendi i cili pretendon që të ketë bombë bërthamore siç është Irani, unë besoj se paraqet një rrezik jo vetëm për vendit fëmijë, por edhe prek edhe interesat e shtetit të mëdha siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe atyre në vendeve përreth. Prandaj në këtë rast lufta që po zhvillohet ose sulmet nga distanca, njëra me raketa, tjetra me aeroplan dhe dron, tregon për përgatitjen e tyre të lartë ushtarake, dhe të njëjtën kohë mendoj se ky konflikt nuk mund të zërohet matutje sepse distanca mes dy vendeve, pra ato nuk kufizohen mes veti, mirë po pasojat mes dy vendeve mund të jenë të mëdha dhe kjo mund të përshkallëzohet edhe matutje në mes tyre dy vendeve, po jo edhe më gjerë. Unë nuk mendoj që rrezikohet një vend tjetër. Ky konflikt do të jetë vetëm mes tyre dy shteteve, pavarësisht se Irani e kërcënoi Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, por edhe vendet fëmijë, pra të gjitha ato vendet të cilat në mënyrë direkte ose indirekte ndihmojnë Izraelin i kërcënojnë. Mirë, po unë mendoj që ky konflikt do të mbetet brenda këtyre dy shteteve dhe luta do të bëhet nga distanca. Po vetë deklarata e presidentit Trump, ku i dha një afat prej 60 ditët që të nështrohet një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të mos bëhet pasurimi i uraniumit, i cili përdoret për kokat bërthamore. Dhe pikërisht në ditën e 61, kur nuk patën sukses negociatat, atëherë Izraeli e sulmoi me aeroplan dhe dron, pra një plan i përgatitur me vitet tona, ashtu siç u deklaruan edhe institucionet e Izraelit. Prandaj unë mendoj që ky konflikt do të mbetet në këto suaza dhe nuk do të prezizohet. Në momentin kur do dobësohet edhe ushtarakisht Irani, por edhe ekonomikisht edhe ashtu është i gjunizuar për shkak të sanksioneve, unë nuk pres që kjo luftë të zgjasë shumë, sepse kjo është shumë e ndjeshme dhe këto kemi të bëjmë me interesat të dy superfuqive. Në një anë është Rusia, e cila është aleate e ngushtë e Iranit, dhe në anën tjetër është Izraeli dhe vendet përreth, pra që janë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë besoj që këtu dy superfuqit, pra pavarësisht që prekin interesat e të dyja palëve, nëse do të vazhdoj ky konflikt, unë besoj që nuk do të zgjasë shumë dhe do të bëhet një anëpushim me ndërhyrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Rusisë. Unë besoj që është çështje javësh, shumë shpejt. Për shkak të interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, kjo luftë do të përfundojë sepse këto dy vende kanë interesa. Për njëra në Rusi, pra Irani është aleati i ngushtë e Rusisë dhe nuk do të harruar se dronet të cilat i ka përdorur dhe po i përdor Rusia ndaj Ukrainës janë pikërisht prodhim iranian. Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat do të ndikojnë që ky konflikt të përfundojë shumë shpejt.